Atëherë këtu është edhe ndihmës trajneri i skuadrës së Raveci 029, me të vërtetë një ndeshje mjaft e luftuar, edhe pse ishit në disavantazh gjatë asaj pjese të parë, pa një rikthem, po ju ndodhin shpesh këto rikthime, por pse nuk po arrini në fund që ta merrni fitoren? Çka po ndikon në ato çastet vendimtare? Spari deshta me uru borës fitore, do me thonë ishte fitore në çastet e fundit kem s'mujtë mu koncentru, do me thonë për çerekun e tretë e kthym. Dulem 4 pikë në avantazh, po fundi s'mujta me, pasi dulja dhe fisi me 5 faulla, ishte edhe jo pjesa pak që na penalizoi. Nuk mund mu konsolidu në fund edhe që ajo ishte kred, do me thonë, dhe i tashti. Sipas jush, pse po ju ndodh kjo në këto çaste e fundit? Edhe pse ndoshta Fisnik Rugova doli, por kapiteni ju dha goxha shumë energji me ato 5 pikët e tij, edhe ishit shumë afër, po ju mungoi ai koncentrimi. Po më intereson mendimi juaj se pse në këto çastet e fundit nuk. Që dy lojë edhe luajn me hydhën që shtu na ndodhi edhe sot, është pyetje pak rosteri, është pyetje pak edhe lojtarët vendor, edhe unë mbi pikë u landu në fund edhe këto lojtarët tjera s'kan mujtë me zaventu, e ishte edhe kjo sipas mendimit tim që domethënë që ishte kjo punë. Faleminderit shumë për juve, ju uroj fat në ndeshjet e radhës. Atëherë, kjo është e tjera nga kjo ndeshje të nderuar shikues. Unë juftoj që të vazhdoni të qëndroni me programin e pasur sportiv të ardhshëm nga Unë Ljana, natën e mirë.